Franz Çopja është dënuar me 25 vite burg nga një gjykat në Belgjik pas procesi gjyqësor të zhvilluar ndaj tij për veprat penale për të cilat akuzohej. Vendimi u shpall nga trupa gjykuese, ndërsa më herët prokuroria kishte kërkuar dënimin maksimal, burgim të përjetshëm, pasi akuzohet si porositë së vrasjes së Ardit Spahiut dhe për drejtimin e një organizate kriminale. Pavarësisht këtij krimi, gjykata vendosi ta dënojë Çopjon me 25 vite heqje lirie. Nuk dihet nëse palambrojtësi apo prokuroria do të apelojnë vendimin. Personi i dytë që urdhëroi vrasjen, Mikael Qosja, u dënua me burgim të përjetshëm për përfshirjen e tij. Gjykata vendosi se nuk kishte rrethana lehtësuese. Flobenc Meçja, i cili kreu vrasjen, u dënua gjithashtu me burgim të përjetshëm. Përveç kësaj, gjykata dënoi Elton Roçin me 20 vjet burg, Elvis Muratajn me 8 vjet dhe Elio Bitrin me 5 vjet. Ky i fundit bashkëpunoi me autoritetet që nga nëntori 2023 dhe që atëherë ka qenë dëshmitar i mbrojtur. Sipas gjykatës, Bitri u dënua me 5 vite pasi i kuptoi fajin, shpalli pendesën dhe u tregua i gatshëm të bashkëpunojë me drejtësinë duke dëshmuar në gjykatë gjatë hetimit, pavarësisht rreziqeve të konsiderueshme. Gjykata e krimeve të rënda i shpalli 6 akuzuarit fajtor të premten, si autor ose bashkëpunëtor në vrasjen e 38 vjeçarit Spahiu. Ky i fundit iku në Belgjik në vitin 2019 sepse kishte frikë për sigurinë e tij në vendin e tij të lindjes, Shqipëri. Atje vrasjet u urdhëruan midis klanit që rrethonte Çopja dhe atij që rrethonte familjen Alibej. Të dy klanet mafioze janë të përfshira në hetime për trafikimin e kokainës në shkallë të gjerë. Më 27 nëntor 2020, Spahiu doli nga një restoran në Kondorla në Molenbeek. Teksa po largohej, ai u qellua nga një person që po dilte nga një makinë. Spahiu u qellua nëntëherë dhe mori 18 plagë me armë zjarri dhe ndërroi jetë në vendngjarje. Në qershor të 2021-shit, pasi shërbimi i mesazheve të koduara Sky ECC u hakua, hetuesit arritën të identifikonin disa figura kyçe në vrasje. Gergely u ekstradua nga Emiratet e Bashkuara Arabe në Belgjik në dhjetor 2023. Ai pretendoi se ishte vendosur në Dubai për të tregtuar tekstile dhe makina. Çështja ndaj Çopjes ka qenë në ndjekje nga autoritetet e drejtësisë belge, ndërsa vendimi i sotëm i jep fund fazës së parë të procesit gjyqësor.